Qeveria britanike ka filluar të ngri buzëqeshje në buzë emigrantëve shqiptar që kanë fituar në shtetësinë e ndërruar britanike. Top Channel ka mësuar se Ministria e Brendshme e Home Office ka filluar procedurat e heqjes së nënshtetsisë britanike disa emigrantëve shqiptar. Bëhet fjalë për ato raste kur kjo ministri ka zbuluar se shqiptarët kanë gënjur në aplikimet e tyre për azil e më pas për nënshtesinë britanike, duke mos deklaruar origjinën e tyre të vërtetë. Fillimisht Home Office u ka dërguar atyre letra ku kërkohet kthimi mbrapsht pasaportat britanike lëshuar nga Departamenti i Pasaportave. Nuk bëhet fjalë për rastet e izoluara. Top Channel është kontaktuar nga disa shqiptarë në Angli që kanë marrë letra të tilla gjatë këtyre ditëve, duke ngjallur shqetësim tek ata dhe panik tek shumë të tjerë që mund t'i presin njëjti fat. Rezulton se ata të cilët kanë marrë këto letra kanë nisur më parë garanci për të afërmit e tyre në Shqipëri për t'i vizituar ata në Angli. Kur këta të fundit kanë aplikuar për vizën në ambasadën britanike në Tiranë, kanë paraqitur certifikatat familjare, të cilat nuk kanë korresponduar me të dhënat e personave që kanë çuar garanci nga Anglia. Duke se ambasada britanike në Tiranë ka kaluar të gjithë informacionin zyrës së Home Office në Londër, e cila ka filluar krahasimin e të dhënave, nga ku po zbulohet se shumë shqiptar fal ëndrrës për të jetuar të legalizuar në Britani kanë gënjur në aplikimet e tyre. Zyra e shtypit pranë Home Office i premtoi Top Channel se në ditët në vazhdim do të prononcohet për problemin në fjalë, kthyer në një temë të nxehtë bisedash në komunitetin shqiptar në Angli. Fenomeni i aplikimeve fals për azil në Britaninë e Madhe nuk është problemi vetëm shqiptarëve. Për vite me radhë, mijëra shtetas turq kanë aplikuar sikur të ishin kurd, duke fituar azilin e nënshtetsisë britanike, por askujt nga ata nuk po i hiqet nënshtetësia. Muhamet Veliu, Top Channel, Londër.